Po, ekziston lodhja, pak pi Dembelis, pak pi lodhja gjatë namazit të ravis. Tash, apo po e bajnë një krahësim. Tash se fjallat të ravih, do me thonë pushim, prej Po flasmi për në Ballkan. Prej lodhjes. Do thot është pauzë. Çdo lodhje, çka e bën njeriu për Zotin, ajo paguhet. Absolutisht. Një herë me një kamarier, me një lokal, edhe po e piti, sa e ke rrogën. Hala ishte kjo periudha para se me fillu me dal jashtë rinia, ishte rroga shumë të vogla. Tha unë e kam 300 dinar, tha, ditën. 5 euro. 10 orë punojnë ditë. 300 dinar, 5 euro. Ama dhe 2 euro rruga prej fshatit që ka vinë këti. Sa po jesë në ditë 3 euro. Për 3 euro në ditë, 10 orë në kom, mi fitu 3 euro. Mi fitu 3 euro, nevoja e dunjohës për lip që mi nejtë në kom ati pronarit 10 orë në ditë. E tash, logaritet ti me fitu gjenetin, sa dush me nejtë në kom. Pa në krahasimi tash. A tjetëri ka punuan në një firmë, ka bajt ndështë beton, tulla, ku e di shka, për 500 dinar, për 10 euro, 8 euro, 7 euro, 10 euro ditën, gjithë ditën ka shku i lodh të shpia, i raskapitëm, vetëm e vetëm 10 euro me shku në aksham të shpia. Logaritet tash me fitu gjenetin. E sa ka, sa me të adhonë, thot, a i ma pak që do të more vend në gjenet, sa qejt edhe toka sa ka vend, a i që ka do të fitu e ma pak në gjenet, pa i ma shumë. E tash njeri duhet me logaritë se në gjithë kina me dalë për Allahot 50.000 vite, kina me nejtë në komë për me dhonë logari. Do t'jetë një nëzësie madhe, do t'jenë ato 7 grupe që ka do të rinë në hija, në arshit Allahot, ashka nuk do t'i kape ato, kush do t'jetë? Regjulun kalbuhu muallakun fil mesajit, një njeri i cili ju ka lidhë zemra me xhamien, a i cili ju ka lidhë zemra me xhamien, a i nuk e logaritë se sa lodhët. Kush e logaritë a i që ka lodhët të ravin? E logaritë lodhë a i cili nuk e njën shije në namazit, se ajo a knatësi në të ravija. Të ravija të falësh 1 orë, 2 orë, 3 orë të falësh të ravijit, kjo a knatësi. A më gjdo njoni nuk e njën atë shije. Pse? E ka një problem mrenda që nuk ja dalon shijen e mirë edhe shijen e keqe. Pra lodheja të ravijës është një shpërblim që ka nesër do të fitojmë tek Allahu i madhërishëm. Shumë pëlqej kjo, se do me thonë të kur t'hish me një jetë për Allah, për fitim, për xhenet, nuk e ndjen lodhjen, a kupton, se e ndjen atë knatësinë e shpërblimit që kemi përjetu në xhenet. A kupton? A nëse një të me men, ta sosin 23 qate dhe të shkojnë në qajtore të pi kafe, normal që vën lodhja, a kupton? Na e kena edhe praktikën të ne me bujësi, kur janë morë njerëzit, babalarët tanë, ato këtë, kur kanë punu verës në fush, ato kur s'kanë pas orar gjumi, kur orar ushtimi, kur orar punës s'kanë pas. Kresore aj me kri punën, se ka dash me pushu sinën e dimnit. Edhe tash edhe besimtarin, nuk e shiqon Ramazani, a kana nëzet, a kana ftoft, a kana dita e gjatë, a dita e shkurt. Për besimtarin, këto gjana nuk vlejnë shumë, ati cilin është imanli edhe besimtari mirë.